Pak ditë më parë u dha lajmi që në një shpellë në kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë është gjetur një rrjet merimangash prej 100 metër katror, që është zyrtarisht rrjeta më e madhe e merimangave në botë. Rrjeta ishte krijuar për rreth 110.000 merimangash që ndodhen brenda shpellës. Bëhet fjalë për të njëjtën shpellë që në pranverën e këtij viti u konsiderua si shpella me liçenin në New York më të thellë në Europë, pra në zonën e Leskovikut. Por nëse të gjithë mediat e botës e dhanë si lajm, madje rrjetet sociale të tyre kanë dhënë si kuriozitetin kryesor, rreth 75% tyre kanë qenë shumë korrekte, por rreth 20-25% nënvizojnë faktin që kjo është gjetur në Greqi. Nuk është gjetur në Greqi. Është gjetur në një shpellë e cila është gjysma në Greqi, gjysma në Shqipëri, liçeni në New York shtrihet në Shqipëri, ndërsa rrjeta e merimangave shtrihet midis të dy shteteve. Pra jo në Greqi, por në Shqipëri dhe në Greqi.